të Renicës. Edhe Besimi, edhe Rifati. Njëri vron kufi, njëri vron mas lufte. Po në kodë shok të mi. Bravo. A piknojnë alet dhe këson të paka ju? Ibrahim Rrugovës. Po, unë kam qef mikru Ibrahim Rrugovës gjithë. Hej, para se miknu, pas akon se... Ibrahim Rrugovës të dëmi ashorit, unë kam qef kur më sminor. Po, deshta me sharullë një fota me të zyra alet dhe kësë nëse s'ka bëj regjia e ka goti? Po. Ko ka pano Ibrahim Rrugovës për mas, që ka thëshin e kanë hek? Po që to do me spjegu. Kaj gazetari qim peka ishë rëndë. Pse? Edhe këta tjerë të shesin rëndën e ti. Momër se e përkro sa Liberishën? Apo, pravarësisht e dhe të përkro ka ndonjë ishë rëndë. Në gjëmë, që ke zyre u konë tyre në vu. Dhe aty thëtë, kjartë, zyre u konë tyre në vu. Po s'ka fjallë, këtë në vu? Fotografia u konë dy karika. Kushele fotografi në dy karika, kur të jekë. Kur kush? Po së ata që kanë me bunu mire në vu. S'ka fjallë. Dhe pse aj nuk e boni një pytje gjatë emisionit, me i dhona ti pse ke jekë fëtën. Po e inskenej me folë dishka mas 6 muje, për arsye se LDK-ja ftoj Edi Ramën. Po Edi Ramën e ka ftu si kryeministër, a i ka pasor të shimë thoqë si kryeministër të unë në nutë. Se si ashtë shimë thaqë kur në nutë, se kësha leon, as kur me të së shësë atit. Po si kryeministër në të shalat, lese, po vje kryeministri, ata dhe shërje për zatit është me ashtë shimë thoqë. Po u qillu kryeministër. Edi Rama që u qillu kryeministër. Dhe plus asoj, LDK-ja e ka shti Edi Ramën me hongër vlarë të veta, ka i që ka rajt atje ato kakalicat që i ka bo, i ka hongër, ka dho Ibrahim Rrugovës, pa Ibrahim Rrugovës, s'kish me pas liri. Dhe më thonë, ata që përthet atje që mpeka që ka thonë Edi Rama për të, ata kakalicat, vjen Edi Rama në zyret LDK se i hanë. Dhe më thonë, LDK-ja e ka shti Edi Ramën me hongër kakalicat që ka thonë atëherë për të. Jo vetëm Edi Rama, po ata e kanë hongër të. Karkalicat a shka? Kakalicat, vogël dhe Mos e ta në përtone ta qesin, nga në gjesi ta që Edi Rama i ka hongër kakalica. Pa i ka hongër se asë është të vërteta. A vorë në të një zyre thëtë, s'ka me Ibrahim Rrugovën. Ndërsa qim peka i thëtë që Ibrahim Rrugovë që thëtë të jenë deti, apo kuptan, na po vlasëm për Ibrahim Rrugovën, na po vlasëm për Ismail Kadarin. Dhe Ismail Kadaria ka thot diska për Ibrahim Rrugovën, ta i ka thot banë për burë me më falë poshë, zëtë, se ku ka bu. Apo kuptan? Jo vëtë pa ta. Shtopi për gjithë shumë, s'ka lotë gjo pa thot për Ibrahim. Sen mi të këtani për shkujtë të vërë, ja kanë pa atë gurin atë atë, e kanë halu, e kanë bu ma thot. Dhe tash, që kjo faton, që tu një 20 me 80. Nëse cilën zyre të LDK-s, që jom hione, është jo fato, po piktur. Pano. Pano, janë piktura. Dhe që është ka mundësi, me thonë e ka jek fotografinë e Ibrahim Rrugovës, e ka boj piktur. Pikturën një 40 me 80, sa i dritare. Dhe ka jek ato një fotografit vogël, e ka jek për milyat venin aty. Po këto janë propaganda të... Që dëmeks po qëndroj mirë dhe gërë në mëzveti. Dhe nuk pinuj këtu. Apo këto janë, edhe ata që i shpërndojnë, janë shpërndas të rënës qimpekës. Sepse kanë vetë.